Zonja Zama ka raportime që bankës po shqitet një kompani të familjes mbretërore në Katar. 35 Group. Çfarë dini për këtë? Apo e blenë vërtet tuajt, apo ka edhe shqiptarë? Atëherë, unë kam pyetur zyrtarisht, jo zyrtarisht pranë kompanisë Bankers, edhe më është pranuar nga disa punonjës të kompanisë Bankers që po bëhet një due diligence për vlerësimin e aseteve të kompanisë, pra një proces që bëhet zakonisht kur kompanit janë në shitje. Po nga ajo që kemi lexuar nga raportimet mediatike, ju thatë që te portali Kapitali.al, Kloto Mori ka raportuar që kompania Bankers Petroleum është në proces negociatash për të shitur paketën kontrolluese të aksioneve të një kompani me bazë në Katar, e cila drejtohet nga ish zëvendës kryeministri i Katarit dhe që ka mbajtur më parë dhe postin e ministrit të jashtëm. Ajo që është pikpyetje lidhur me hetimet e papritura të prokurorisë së Fierit është kjo që përse ky hetim tani kur dihet që Bankers ka bërë evazion për 20 vjet, ka rezultuar me humbje dhe nuk ka paguar të atin fitim, cilët janë kompanit brenda tregut shqiptar që bashkëpunojnë me kompanit e huaja që kanë interes për të marrë në dorë kompaninë Bankers, dhe në fund miratimi final për këtë patjetër që do të kalojë nga shteti, sepse për çdo kontratë koncesionare miratimi merret te autoritetit kontraktor, që në këtë rast është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, por po ashtu, duke qenë se Bankers është në fundin e kontratës, besoj edhe 4 deri në 5 vjet, pra duhet që t'ia përcjell të dorëzoj zonën e koncesionit fushat e Patos Marincës pranë Alpetrolit sërish, nuk ka askush interes nëse nuk zgjatet kontrata. Njësoj siç ndodhi edhe me aeroportin e Tiranës, nëse kujtojmë. Por ajo që është pikpyetje lidhur me hetimet e prokurorisë së Fierit është që nëse ka masa sigurie për drejtues dhe ish drejtues të kompanisë Bankers, për çështje evazioni fiskal që Bankers të mos paguaj taksa, është favorizuar entiteti, në këtë rast kompania Bankers Petroleum, dhe në këtë rast njësoj si me drejtuesit dhe me ish drejtuesit, vendimi i prokurorit duhet të ishte që të kishte edhe sekuestrim, pra bllokim të kompanisë Bankers Petroleum, duke qenë se ai është përfituesi më i madh nga mospagesa e taksave. Por kjo nuk ndodh, sepse në momentin që një kompani sekuestrohet dhe nëse më pas sekuestrimi gjendet i rregull nga gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e apelit dhe konfiskohet për llogari të shtetit, nuk mund të shitet dot, sepse i transferohet kompania shtetit shqiptar, ose gjatë kësaj periudhe që çështja shqyrtohet në gjykat, nuk mund të realizohet shitja. Si që kemi deklaruar, pra, e kemi atë portretin e njeriut e zënës kryeministria i kush është? Ministri ashtë. Që ka e familjes mbretërore? Po. E po e kemi paracisni që ta shkër popullata. Kush po e ble, po mbrapa mund të jetë në një tjetër, apo jo? Në përgjithësi kështu ka ndodhur. Mund të jetë vendor. Po, për sa kohë që nuk e kemi të dokumentuar edhe nuk i kemi petur palët që po ndodhë të rëndom kjo që janë përfolur, po bëhet nuk e keni këtë portretin e ti interes ka shprehur dhe një kompani vendase që është lider në tregun e naftës në Shqipëri. Kushë? Si që kemi deklaruar, prokuroria e Fierit, këto mund të futeshin në rëzhën, këto që them unë. Edhe tani mund të korrigjohet dhe të merret nga lenda, që ka botuar Kloto Mori, ose fotografia e ti, dhe i thuhet popullatës si ky po e ble, zyrtarisht, po se kush është mbrapa, pastaj nuk e din. Tani, jo, nuk është ky mos. Po ju nxorë këtë që është në burg, më. Po ky është njeriu që është në burg, kinezi. Kinezi ka ikë në burg, ka ikë për lesh. Ju nxirni kinezin. Është një që po e ble Bankersin me Shami. Është me Shami tani. Si kemi deklaruar, prokuroria e Fierit, kemi folur vazhdimisht, ola, nisi një hetim për Bankers Petroleum kur shoi 14 masa sigurie për drejtues dhe ish drejtues të kësaj kompanie. Çfarë po ndodh me hetimet? A ka të dyshuar të tjerë? Sipas asaj që kemi lexuar në dosjen që prokuroria ka dërguar në gjykat, hetimet vazhdojnë, por nuk ka të reja zyrtare të shpallura nga ana e prokurorisë së Fierit dhe duket sikur më shumë ky hetim bëri lajm gjatë muajve të verës dhe pati disa masa sigurie për arrestimin e CEO-s në detyrë, po edhe ish drejtuesit për gjatë një dekade të kompanisë Bankers dhe disa drejtorëve të departamenteve të tjerë, dhe që atëherë ka heshtje nga ana e prokurorisë së Fierit dhe nuk dim që të ketë vepruar për të hetuar jo vetëm kontratat e konsulencës, të cilat i dyshon
si fiktive ku kanë qenë janë përdorur për pastrim të parave, por nuk ka hetim kryesor të në kontraktorëve të mëdhenj të kompanisë Bankers, të cilët janë konstatuar dhe janë gjetur me shpenzime të fryra në raportet e vetë Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore që bën monitorimin e bilanceve, pra e shpenzimeve dhe të ardhurave të kompanisë Bankers Petroleum. A ka hetime nga prokuroria që të bësh, do me thënë paraqite në mbrapa, në plan, ta shikojnë njerëzit kush është blerë, si që po thuhet. Njeriu që kërkon ta blerë, sipas medias. E pa, s'ke qa bënd, për këtë punë ta dërgova. Që në fakt mund ta blejë nëse ndërhyjnë prokuroria, sepse prokuroria në momentin që është duke hetuar për veprat penale të një skeme që ka të bëjë me evazionin fiskal, me mashtrimin, pasoja të rënda, me zhvatjen e miliona eurove nga taksa paguesit, sepse janë para që duhet shkonin në buxhetin e shtetit, automatikisht duhet që prokuroria të kishte bërë ngrirjen e aseteve të kompanisë duke ndalur në këtë mënyrë edhe mundësinë ose për të mos i dhënë mundësinë kësaj kompanie që të kalojë të tjetërsohet në duar të dyta apo të treta. Kush ka interes në një kompani që po e ton prokuroria dhe nesër pas nesër mund të konfiskohet për llogari të shtetit, kur Po, të njëjtën gjë po themi, ndaj prokuroria duhet të nxjerrë një urdhër për sekuestrimin. Vetëm nëse hetimi është në Do të prokuroria duhet marrë vendim ndërmjetëm gjykata që të ngri. Jo, është me kërkesën Po pra, bëhet me kërkesën e prokurorit. Bëhet me kërkesën e prokurorit, por kërkesa e prokurorit ka dy gjëra bushat që duhet. Tek rasti Bankersit, a jemi në të bindur që ka të përfshirë edhe zyrtar të lartë apo ish zyrtar të qeverive ndër vite? Se Bankers nuk operon sot në vendin tonë. Kemi patur ndryshime qeverie, zoti Berisha, zoti Rama, që ne dyshojmë që patjetër kanë patur mbështetje politike. Çka do thotë? Zoti Rakipi, fotoja. Po i shkruajnë, po vonin zorët se edhe për të shkuar për ta marrë në Katar mund ta kishit sjellë. Po edhe pak si foto që nga si foto. E ngarkonit në Katar, e sinit këtu. Tani bushati do të fokusoj nga ajo çfarë po thoshim. Ideja është kjo që... Që ti e bën me qëllim dhe fokusimin e bën me kujdes... Bankersi. Jo, Bankersi. Jo, këtë nuk e thamë ne. Po këtë nuk e thamë. Këtë thot njeri këtëve. Këtë nuk e thot njeri. Mos e largo. Ky do ta blerë, Ola. Po mbrapa dolomatë së këti, mund të jetë në shqiptaraj. Që gjithë dolomatë gjerë që kanë këta dolomajtë në fustanit gjerë, në turqisht. Mbrapa dolomatë është një gjithë tjetër, mund të jetë një gjithë tjetër. Që të gjerë kokën, po, shqiptaraj. Pra, atëherë, po të thoja zoti Rakipi që në gjitha vitet të operimit të Bankers në Shqipëri, ka dyshime të arsyeshme që janë të përfshirë zyrtar të lartë, dhe nëse prokuroria e Fierit e ka seriozisht këtë çështje, mjafton të shpallë mos kompetencën dhe t'ja kaloj për hetim të mëtejshëm prokurorisë posaçme.